që në të shtatë ishte pothuaj luftë civile, kur erdhi puna për shkak të Kosovës, të gjithë i lanë mënjan dhe dorën në publikisht të tëra forcat politike, pasi dallim, pasi për dallim përkatësie krajine, feje dhe ideologjie në një parull, një kom, një qëndrim. Ata që përmendte dikur edhe Kadareja se ra ky mort dhe u pam. Dhe të gjithu bën bashkë. Kush është fajtor për këtë mungesë uniteti, Lorellari? Kush I ka fajet? Shiko, unë kam një problem të madh me sjelljen e zotit Kurti, duke përmendur origjinën e gjykatës, sepse duke përqendruar pyetjen pse u ngritur gjykata speciale, ai faktikisht është duke nënkuptuar që vetë krijuat tani vuani pasojat. Në qëndrimi I tillë malin, jo vetëm që redukton çështjen komplekse në nivel të sulmit personal, por e tregon që ai besonte pastërtia e luftës shkrimtare, lidhur me origjinën e gjykatës. Ne dim të gjithë që klasa politike kosovare pranoi krijimin e një gjykate të veçantë, hibride për të shmangur tribunal të OKB-s. Por kjo është një çështje para 10 vjetësh. Ne problemi thelbësor nuk e kemi pse u krijua ajo gjykatë sot. Ne problemi kemi sot pse ajo gjykate është duke shkelur parimet bazë të një procesi të rregullt dhe të paanshëm, pse është duke shkelur të drejtat themelore të individit, pse është duke përmbysur pikërisht atë sistem vlerash që sot është bazë e Këshillit të Evropës, për nga doli dhe gjykata. Pra, kurdo që flet për origjinën e gjykatës, është duke devijuar vëmendjen nga problemi thelbësor. Çështja e origjinës është një çështje e kaluar e 2015-s. Asë kohë u duk si rruga më e butë për smangur për plasje me aleatët dhe për të mbyllur me dinjitet një remir, një llose që bëllu shkrimtare. Por ishte menduar që ajo gjykatë funksiononte me standardet e larta të drejtësisë. Ju kujtoj edhe Arbentie, gazetari vjetër I vëmendur dhe ka një ndjeshmëri të veçantë për të çështje. Që kur doli Clint Williamson në 2014, si drejtuesi I Task Forces, të drejtuar nga Bashkimi Evropian, pas të famkeqit raport Dick Marty, Williamson janë rëzuar, Clint Williamson, janë rëzuar dhe nuk ka asnjë bazë pretendime për trafik organesh, por ka prova për të nisur menjëherë një proces gjyqësor. Ai tha menjëherë, viti më pas u krijua gjykata, por procesi gjyqësor nisi në prill të 2023-shit. 7 vite pas, 8 vite. 9 vite pas. Dhe jo vetëm kaq, por liderët e UÇK-s u arrestuan edhe mbajtën paraburgim në 4-5 nëntor të 2020-s dhe mbajtën 2 vite e gjysmë pa një procedurë. Pra, në qoftë se Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut thotë që paraburgimi është për